Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë, ushqimet që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Sipas udhëzimeve të përshkruara nga Shoqata Amerikane e Zemrës dhe Kolegji Amerikan i Kardiologjisë për personat me presion të lartë të gjakut, hipertensioni i fazës së parë përkufizohet si presioni me vlera sistolike midis 13 dhe 13.9, ose me një vlerë diastolike midis 8 dhe 8.9. Kur vlerat i kalojnë respektivisht 180 dhe 120, atëherë situata është urgjente dhe është e nevojshme vizita tek mjeku. Por pavarësisht problemeve, ka mënyra natyrale për të menaxhuar presionin e gjakut dhe për të shmangur nivelet e rrezikshme të kësaj sëmundje. Si fillim, duhet të kufizoni kripën. Në vitin 2021, Organizata Botërore e Shëndetësisë lëshoi udhëzime të përditësuara për kufizimin e natriumit në ushqime. Natriumi së bashku me magnezin dhe kaliumin veprojnë si elektrolite dhe ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Megjithatë, është edhe një nga fajtorët kryesor për rritjen e presionit të gjakut dhe rrezikun kardiovaskular kur konsumohet me tepritës, duke shkaktuar një çrregullim të ekuilibrit. Prandaj, kripa ka nevojë për moderim edhe duhet të shoqërohet gjithmonë me produkte të ndryshme për të evituar kështu edhe problemet e hipertensionit. Ekspertët vënë në dukje se personat të cilët vuajnë nga hipertensioni duhet të evitojnë në sasinë e tepërt të kripës dhe ta zëvendësojnë atë me erëza të shëndetshme, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e luhatjeve të forta që hipertensioni mund të shkaktojë në shëndetin e tyre. Pra në vend që të konsumoni krip, e zëvendësoni atë me erëza. Rrisni gjithashtu nivelet e kaliumit në dietën tuaj. Ndryshe nga kripa, marrja e ulët e kaliumit funksionon negativisht për të ruajtur presionin e gjakut, pasi është i përfshirë në rregullimin e presionit të gjakut. Hani banane, patate, spinaq, thjerza, fasule, avokado, shalqin dhe ushqime të tjera të pasur me kalium, edhe këto i vendosni në frenim me efektet e rëndësisë së natriumit. Në fakt, ju mund të gjeni sasi të mëdha të kaliumit në zëvendësuesit e kripës, konsumi të cilës është i lidhur me një shans me 14% më të ulët të goditjeve në tru dhe përfitimeve të tjera të rëndësishme. Rrisni përdorimin e magnezit. Magnezi vepron si rregulator i metaleve të mësipërme dhe sipas studimeve vepron në mënyrë efektive kundër hipertensionit duke rritur edhe përfitimet më të mira. Ushqimet e pasur me magnez përfshirë perimet dhe të gjitha gjethet e errta, avokado dhe çokolladat e zeza janë shumë më të mira për shëndetin tuaj. Gjithashtu, perimet me gjethe me ngjyrë të errët dhe me bollëk, magnezi nuk kanë nevojë që të egzagerohen në gatime, pasi temperaturat e larta shkatrojnë klorofilën e tyre, përbërësi kryesor i cili është i mirë dhe është i pasur me magnez. Ulni nivelin e stresit. Jeta e përditshme është plot me të ngjarje stresuese dhe kjo rritje e vogël e stresit mund të ndikojë negativisht në presionin e gjakut. Zakonisht me largimin e stresit të përkohshëm, rrahjet e zemrës dhe presioni i gjakut kthehen në normalitet. E njëjta gjë nuk ndodh me stresin kronik i cili mund të çojë në probleme të mëdha shëndetësore si hipertension, sëmundje të zemrës, goditje në tru, ndërsa zakone të tilla si dieta e dobët, pirja e duhanit dhe konsumi i tepërt i alkoolit veprojnë gjithashtu si faktorë rëndues, duke shkaktuar kështu përkeçime të tjera për shëndetin tuaj. Një dietë e pasur me fruta, perime, produkte të bulmetit me pak yndyrë ndihmon në uljen e ndjeshme të tensionit të gjakut. Sipas studimeve, ushqimet e sugjeruara për uljen e tensionit të gjakut mund të jenë të pasura me kalium, magnez, kalcium, acidet yndyrore dhe antioksidantët që zgjerojnë enët të gjakut dhe përmirësojnë qarkullimin e tij. Ekspertët sugjerojnë gjithashtu edhe ushqimet më të mira të cilat janë efikase edhe në uljen e tensionit të gjakut. Boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ulë rrezikun e tensionit të gjakut. Frutat e pyllit në përgjithësi kanë më pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe me fibër. Frutat e pyllit më të mira për zemrën janë boronica, luleshtrydhe dhe mjedrat. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin një dozë të shëndetshme vitamine C dhe kalium. Drithrat e plota me fibër. Një pjatë me drithra të plota dhe fibër, siç janë trëshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit zbuluan se 73%
e pjesëmarrësve në studim arritën të përgjysmonin sasinë e medikamenteve kundër tensionit të lartë të gjakut vetëm fal konsumit të drithrave të plota për 12 javë. Tërshëra, për shembull, është e pasur me fiber dhe magnez, që luan një rol pozitiv kundër tensionit të lartë të gjakut dhe parandalon formimin e arteriosklerozës. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Mos hezitoni të shtoni edhe frutat e pyllit. Një tjetër produkt shumë i mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe përfshirja e patates, një element e vërtet i mirë ushqyes i cili mund të kontribuojë gjithashtu në stabilizimin e niveleve tuaja të tensionit. Ekspertët këshillojnë konsumin e patates në formën e zjerë ose edhe të pjekur në furrë për të marrë vlerat e saj. Patatet e pjekura janë të pasur me kalium dhe magnez që ulin nivelin e tensionit të gjakut, por ju mund të përfitoni nga këto minerale duke konsumuar banane dhe sojë. Nëse organizmi juaj vohan nga mungesa e kaliumit, automatikisht rritet sasia e kripës në trup dhe kjo çon në rritje të tensionit të gjakut. Nëse organizmi ka kalium të mjaftueshëm, do të ulë natyralisht sasinë e kripës. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Një studim i Universitetit Queen Mary të Londrës tregoi se nitratit e panxharit ka të njëjtin efekt si tabletat farmaceutike të nitratit, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Nitrogjeni gjendet te të gjitha qelizat që përmban 80% të ajrit. Është një element kryesor i aminoacideve dhe proteinave. Si i tillë zgjeron enët e gjakut, ul presionin ndaj tij. Ushqimet e pasur me nitrate janë spinaqi dhe sallata jeshile. Qumshti i skremuar dhe produktet e tjera të bulmetit me pak yndyrë. Qumshti i skremuar ofron doza të shëndetshme të kaliumit dhe vitaminës D. Produktet e bulmetit me pak yndyrë përmbajnë magnez dhe kalium, të cilat arrin të ulin tensionin e gjakut me 3 deri në 10%. Trupi e ka të lehtë të përthithë kalciumin në produktet e bulmetit që janë me pak yndyrë. Disa studime kanë treguar se femrat që konsumojnë rregullisht bulmet me pak yndyrë kanë 11% më pak shanse që të vuajnë gjithashtu edhe nga luhatit e tyre të hipertensionit. Përdoreni qumshtin e skremuar, djathin me pak yndyrë dhe kosin në ndërveprimet të vakteve tuaja për të ulur tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista amerikane Mixis thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë në ditë, mund të ulni tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë krejt natyrale. Studiuesit këshillojnë çokoladë të zezë me përmbajtje 60 deri në 80% kakao. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm gjithashtu për personat që vuajnë nga hipertensioni është edhe spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit që mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme, përmirësojnë nivelin e kaliumit në organizëm dhe mbajnë kripën në nivele të kënaqshme. Sa më i lartë niveli i kripës, aq më i rritur do të jetë tensioni i gjakut. Selino. Selinoja ul tensionin e gjakut duke qetësuar rindet e muskujve dhe arterjeve. Kështu gjaku qarkullon më mirë dhe tensioni i gjakut është më i ulët. Studime sugjerojnë që të hani gjithashtu edhe disa kërcej selinoj çdo ditë për të ulur tensionin tuaj të gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3. Këto acide yndyrore janë në plot me vlerat për shëndetin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit e ujrave të ftohta përfshirë salmonin e egër, troftën, skumbrin, tonin, merlucin dhe arengën duhet të jenë pjesë e recetave tuaja. Edhe sardelet janë të pasura me omega 3. Nuk mund të thuhet të njëjta gjë për peshqit e rezervatit, sepse peshqit e ujrave të ftohta janë burimet më të mira të omegës 3 që ollojnë gjakun dhe largojnë presionin ndaj zemrës. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një perime e pasur me kalium, fibër, magnez, vitaminën C dhe kalcium, dhe sipas studimeve ndihmojnë në uljen e tensionit. Nëse nuk ju pëlqejnë agrumet ose lëngjet me vitamina, shtoni brokoli në dietën tuaj. Gjithashtu, nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, dhe nëse merrni medikamente, duhet të përdorni gjithashtu nën kujdesin e duhur edhe ushqimet më të mira. Çdo rast është i ndryshëm nga tjetri dhe dieta duhet të jetë gjithmonë specifike. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, mas të paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.